Jemi. Përshëndetje miq, përshëndetje. Jam këtu nga sheshi përballë kryeministrisë. E ringritëm kampin. Morëm plasmas na esorën njerëzit në rekord, karton, karrige, ngroset. E ringritëm brenda 2-3 orëve për ta përballur barbarinë e shërbëtorëve të Edi Ramës. Sot jeni dëshmitar të disa fakteve që unë do i rendis. Së pari të faktit që qindra policë erdhën në një protest që në këto 28 ditë nuk ka thyer asnjë lule. Këtu sot kishte një numër të konsiderueshëm qytetarësh i cili po vjen duke u rritur nga dita në ditë, nga java në javë. Dhe kjo sigurisht që e ka lebetitur Edi Ramën dhe gjithë shpurën e tij. Dhe në këto ditë ftohta me shi, ne sigurisht që ndërtuam dhe 2 çadra, siç i ka ndërtuar Edi Rama dikur. Edi Rama i ndërtonte në rrugë, pengonte edhe trafikun e Tiranës. Ndërkohë që ne i kemi marrë nëpër masat atyra që të mos pengojnë as trotuarin. 300 policë ka si dhe janë aq skutha sa nuk erdhën ta bënin kur që populli këtu. Po erdhën kur ne ishim në një numër më të vogël dhe në një mënyrë barbare, me dhunë, kundër çdo rregulli dhe norme, i kanë shkullur duke dëmtuar shumë prej nesh, kanë arrestuar, kanë shoqëruar shumë ata, po kanë arrestuar 4, 3 nga aktivistët, qytetarët, ndodhen në spital. Nuk i them këto për të trëmë njeri, po i them këto për të kuptuar se në çfarë kosh jetojmë dhe përballë kujt jemi duke luftuar. Kjo nuk është një betejë thjesht e Adriatikut apo e këtyre që janë këtu tashmë. Kjo është një betejë e të gjithëve atyre që jetojnë në këtë vend. Se kur këta e bëjnë këtë hapur ditën për diell, publikisht imagjino çfarë ndodh me ju. Nga ana tjetër, kam një konstatim për median. Për median që për tallava nuk ndalet. Për median që edhe sikur të ndrojnë modelin e flokëve, ndonjë nga këta të politikës vjetër, ndonjë nga këta që kanë vjedhur Shqipërinë, do bëj 7 emisione, 10 kronika, 30 live. Nuk e gjeti me vend të ishte këtu dhe të pasqyronte dhunën barbare të pushtetit të Edi Ramës. Dhe kjo tregon gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Sot është dita e 28. Kemi bërë 27 net, kemi hyrë te 28-a. Pa ndërprerje. Sigurisht që Edi Rama nuk e ka menduar që unë do rezistoja ka gjatë. Nuk e ka menduar që njerëzit do marroseshin në thonjza dhe do vinin të flinin këtu. Sepse ai e di mirë sa e vështirë është që të flesh në rrugë. Se ka organizuar dikur vetë atë çadrën e famshme. Dhe ishte drejtuesi një partie të madhe, që kishte një pjesë të madhe të bashkive kryesore të vendit e me radhë. S'po them për parat, se parat e dini vetë ju. Me lepra e me ashtu e me kështu, i dini vetë ju. Jeni më të vjetër se unë një pjesë. I dini ju parat e Edi Ramës dhe të këtyre. Dhe është shqetësuar shumë dhe nuk na lejon ne të vendosim çadra këtu për të qëndruar. Dhe erdhën dhe na morën në mënyrë barbare, çfarë gjetën para. Po ishin aq të paaft sa sot është shmangur një tragjedi vetëm nga Zoti, me thënë drejtën, sepse mënyra si i tërhoqën ato plasmasat brenda kishin bombë gazi, mund të kishte ndodhur në çdo kohë një shpërthim. Mund të vrar vetë ata, se janë dhe të paaft. Do me thënë hynë si militant nga partia në punë dhe çdo gjë lidhet me partinë. Mund të kishte ndodhur që të kishte plasë një bombë gazi, mund të vrar vetë policët. Kaq të paaft janë, kaq jo procedural, kaq jo kaq pa përgatitur janë. Dhe ne ndodhemi këtu sot, prapë, sepse ne jemi të bindur që kjo që bëjmë është rruga e drejtë, është kauza e drejtë, është kauza kundër hajdutëve. Sepse ne këtu nuk jemi për sport, ne këtu nuk jemi për kashjullëk, ne këtu nuk jemi për teka, ne këtu jemi sepse prindërve tanë u iku jeta. U iku jeta në tranzicion, ndërkohë po na ikën dhe ne jeta. Në tranzicionin e këtyre njerëzve që nuk u ngopën duke vjedhur, që pas i japin koncesione me 100 milion euro, nuk i hedhin rrugëve as krip që të mos përplaseni.
që pasi kanë marrë koncesione në shëndetësi pa fund, nuk blejnë as ilaçe, që të gjeni ilaçe aty në spital, të një vendi që ka më shumë se gjysmën e popullsisë jashtë, e që vazhdojnë ikin për ditë, të një vendi ku kapen gafil duke vjedhur, dhe nuk mbajnë përgjegjësi për kundrazi, gjejnë forcën e kurajon të dhunojnë njerëz që protestojnë me dinjitet kundër babësisë. Ja, ky është realiteti. Realiteti një vendi ku ata që duhet ishin sot në akuzë. Ma e pa kuja djetë, lutem. Si unë. S'ka gjë. Faleminderit. Ku këta që duhet ishin sot në akuzë, këta që duhet u vinë dhe turp të dilin në rrugë të këtij vendi, këta që duhet ullin kokën dhe duhet ambulonin nga turpi, se kanë vjedhë barbarisht, këta gjojnë kurajon, të vinë me 300 policë, të dhunojnë njerëzit që thonë pse na keni vjedhur, dhe ndërkohë shoqëria hesht, si që heshti kur u prishën shtëpitë e Thethit, si që heshti kur u përmbytën fushat dhe serat e Dimalit, të Fierit, të Lezhës, si që heshtni gjithmonë. Ky nuk është problemi im, as i këtyre djemve dhe vajzave. Këta janë herojnë për në sytë e mi, janë kurajoz, janë njërës që po luftojnë përballë një regjimi hajdutësh, i cili sot nuk duhet gjënde vrim miu të futej, për shkak se na ka vjedhur. Por sot, për shkak se ju rrini, ata dalin me punojnës policie që i keq përdorin për të na shtypur, për të na ullur dinjitetin, për të na vrarë guximin, për të na larguar nga ky vend, për të dhënë për këdo mesazhin që ne bëjmë çfarë duam, ne vjedhim sa duam, thon ata. Asgjë nuk na bëni dot, thon. Ata bëjnë çfarë të duan, vjedhin sa duan dhe shoqëria nuk guxon të bëjë gjë. Ky është mesazhi që duan të japin ata. Mesazhi që janë zot të këtij vendi. Mesazhi që asnjë nga ju s'bën dot gjë. Mesazhi që o do nënshtroheni o do ikni. Por jo, unë jam këtu ende. E rindërtuam çadrën tonë. Dhe po qëndrojmë të palkundur përballë hajdutëve, përballë atyre që një ditë jo të largët do të ikin nga ato zyra dhe do të jenë modeli më i keq dhe turpi më i madh i këtij vendi. Por nga ana tjetër, secili nga ju duhet të çohet për veten, duhet të reagoj se nuk mjafton të qani kur u prishin shtëpinë, pasi atë çast shoqëria nuk do jetë aty për ty, siç nuk ka qenë. Nuk mjafton të ulë rastësh e maukosh kur të prishin vetëm ty lokalin, sepse atë çast tu prish Terezi aty, sepse shoqëria nuk do të jetë siç nuk ka qenë. Nuk mjafton të çohesh kur të bëj një padrejtësi, kur manipulojnë provat, kur japin të drejtë të fortit, ndërkohë që të drejtën e ke ti. Sepse atë ditë shoqëria duhet parë, duke bërë se hir. Sepse ti nuk u çove për shoqërinë, për veten, për ligjin, për rendin, për demokracinë, për garën, për shtetin. Dhe kjo është diferenca. Nëse secili nga ju bën llogaritë e vogla, mendon vetëm për veten, mendon vetëm për rrogën, mendon vetëm për shtëpinë e vet, oborrin e vet, legalizimin e vet, një ditë, në një mënyrë ose në një tjetër, do të jeni subjekt i kësaj dhune, që u dhunon që nga ushqimi që hani, i cili është me pesticide, me hormone, kancerogjen. E këtë e vërteton fakti që nga 700 vdekur në vit, nga 700 sëmurë në vit me kancer, në vitet 90, kemi arrit në 7500, edhe pse popullsia është përgjysmuar tash. Sepse ti e kujtuar vetëm kur ke hallin ti. E nëse kujtohesh vetëm kur ke hallin ti, mishin do ta hash me hormone. Ato fruta perimet do t'i hash me pesticide. Shtëpin do të vinë të ta prishin kur duan ata. Dhe askush nuk do jetë aty për ty, siç nuk kanë qenë. Lokalin do të vinë të ta marrin.
Dhe askush nuk dohet për ty siç nuk kanë qenë. Pronën do të vinë fortët, do të ta vjedhin, siç ta kanë vjedh. Dhe askush nuk dohet aty për ty, siç nuk e qenë. Fëmijën do ta largojnë nga ky vend, këta siç ta kanë larguar, apo siç i largojnë çdo ditë. Dhe askush nuk do thotë gjë, sepse dhe ti nuk the gjë. Për atë dheun, për shtetin, për kombin. Sepse mendove rrogën, mendove hauin, mendove që do më procedojnë, mendove që do më shojnë ashtu, do më bëjnë këtë, do më bëjnë atë. Dhe ti ke frikë. Frikë për çfarë? Frikë të thuash që nuk duhet na vjedhin. Frikë për çfarë? Frikë të reagosh kundër hajdutëve. Për çfarë ke frikë? Të thuash që duhen pensione më të mira dhe lekët nuk duhet i vjedh Belinda Bauku. Për çfarë ke frikë? Të thuash që na duhen subvencione në bujqësi dhe na duhen shpërblime dëmesh për përmbytjet që na e bër dhe lekët nuk duhet i vjedh Belinda Bauku. Për çfarë ke frikë? Të thuash që na duhen tunele me hekur dhe lekët nuk duhet i vjedh Belinda Bauku. Për çfarë ke frikë? Të thuash që na duhen ilaçe në spitale dhe të mos habi më GoFundMe, e të mos ve më, e të falemi në kisha e xhamia kur kemi hao. Aty të falemi. Po jo për të kërkuar lek, po për të kërkuar mëshirën e të Madhit Zot. Lekët duhet i kërkoni te shteti, te skema e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Dhe kjo të ndodh, duhet që të luftohet përballë hajdutëve. Pavarësisht nëse e kanë emrin, ashtu apo kështu. Ndaj duhet luftoni, ndaj duhet të çojeni. Dhe të mos bëni se hir, sepse po u vjedhin, sepse po na vjedhin, sepse po na rrahin, sepse po u rrahin. Nëse ende nuk të kanë rrahur fizikisht, do të rrahin një ditë shumë shpejt. Siç rran ata në Theth, siç rran ata në Valbon, siç rran këta të lokaleve, siç rran ata te Unaza, siç rran ata në Shkoz, siç rran ata në Transballkanike, siç rran ata në Labinot, siç rran ata në Radhim, dhe do të vjedhin, siç na vjedhin të gjithëve çdo ditë. Dhe nuk mjafton thjesht të ankohemi, nuk mjafton thjesht ta themi në kafe, në familje, në shkollë, në punë, po duhet reagojmë kundër. Dhe nuk mjafton të mendojmë vetëm për partinë. Se partia pa Shqipëri nuk ka asnjë vlerë. Se partit pa popullin e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë. Se partit pa rininë e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë. Se rinia po ikën. Se vendi po zbrazet. Se popullsia po plaket. Se ne nuk reagojmë. Se ne heshtim. Se ne e shohim. Dhe para se të reagojmë, dhe para se të bëhemi bashkë kundër skeqes, mundohemi t'i vëmë bish çdo gjëje. Duke shpikur oj teorisht për të justifikuar dhe amnistuar secili divanin e vet që nuk çohet. Çdo njeri që bën diçka i vihet bisht për të justifikuar pa aftësinë e vet për të çuar e për të luftuar përballë këtyre hajdutëve. Sepse janë hajdut. Sepse ti që më dëgjon e di që janë hajdut. Se kur ke shkuar në spital nuk ke gjet ilaçe. As pambuk nuk ke gjet, ke vajte ke bler në farmaci. As Vigol nuk e gjet, ke vajte ke bler në farmaci. Ke fut mik për një ilaç. Pse nuk ka ilaçe? Se vidhemi. Kush i vjedh? Këta. Ndaj të cilve ne kemi dalë dhe po protestojmë. E ndaj të cilve ju duhet dilni të protestoni. Sepse që në fillim të vitit vdiqën 5 njerëz, djem të rinj, burra gra të kësaj republike. Sepse nuk ka rrugë. Sepse nuk ka standarde sigurie në rrugë. Sepse askush nuk ma në përgjegjësi në rrugë. Sepse ato rrugë janë vjedhur dhe i kanë vjedhur këta. Sepse ti kur je fermer, bujk, blektor, tu dogjën nga zjarret, askush nuk mbajti përgjegjësi. Tu përmbytën nga rreshjet, askush nuk mbajti përgjegjësi. Tu than tani nga i ftoti, askush nuk mbajti përgjegjësi. Sepse ti heshte, sepse ti nuk u çove si fermerët grek, të bllokosh rrugët, autostradat me traktor. Sepse ti ke frikë. Frika jote është ushqimi atyre. Frika jote është pushteti atyre. Me frikën tënde ata që ndrojnë pushtet.
Frikë nga çfarë? Frikë përse? Frikë për të jetuar. E çfarë kuptimi ka të jetosh 100 vjet si dele? Çfarë kuptimi ka të nështrohesh? Ndërkohë që mund të jetosh si njeri me dinjitet. Mund të jetosh si qytetar normal, një vendi normal. Shikojeni fëqinjët tanë, mos ikni larg. Hidhuni në Kosovë. Çfarë dinjiteti? Çfarë respekti për veten? Çfarë krenarie kombëtare? Dhe ka ardhur koha që unë e them me bindje të plot të bëhemi si Kosova, se si Europa vështirë se do bëhemi edhe ca kohë. Të bëhemi si Kosova. Të bëhemi si vëllezërit tanë Kosovë. Mos rini dëshmitar të dhunës së një regjimi hajdutësh. Sepse hajdutët duhet të kenë turp të dalin rrugë, jo të përdorin dhunën e forcën përbalë popullit. Vëllezër, motra, miq, ndjekës, dashamirës, po dhe njerëz që s'më doni, jo për mua, për veten tuaj. Unë nuk kam më pishmëne, po e bëj luftën time dhe e shoh fëmijën tim në sy me krenari. Dhe do ta shoh dhe kur të rritet me krenari, sepse do t'i them që unë baba jot luftova, u përballa. Po ktheheni vështrimin nga fëmijët tuaj. Shikojini një në sy. Shikojini dhe kuptoni, apo luftoni mjaftueshëm për ta. Cila është lufta që po bëni, që t'u siguroni mundësinë që t'ikin nga ky vend? Po përse? Sepse nuk flisi dot. Sepse keni frikë. Sepse nuk doni të prishni marrëdhëniet me X-in dhe Y-in që u vjedh. Mendojeni mirë. Shikojini fëmijët tuaj në sy. Shikojini dhe prindrit tuaj të moshuar në sy. Dhe mendoni, a është normale që ju të punoni se si t'i largoni fëmijët nga ky vend? Se si të bëni çdo gjë që të bëjnë dokumenta për të ikur larg nga ky vend? Se si po bëni çdo gjë që të lini këtu varrët dhe eshtrat e të parve vetëm të ikni nga ky vend, sepse vetëm ju nuk përballeni dot me frikën. Vriheni frikën. Jetoni si njerëz të lirë. Bashkohuni përdej ndasive, përtej nateve të vogla, përtej mospëlqimeve. Bashkohuni për veten. Vendoseni si standard që pushtetet kur popujt del në rrugë, dëgjojnë, pos dëgjuan, largohen pushtetet, jo ju nga shtëpitë tuaja. Ju përshëndes këtu nga sheshi Rezistencës. Ju përshëndes dhe ju kujtoj, shpërndajeni këtë live ta dëgjojnë të gjithë. Ndoshta ndërgjegjësojmë sa më shumë njerëz. Shpërndajeni, ju lutem. Ju kujtoj që sot 4 djem shkëlqyer, profesionistë jashtëzakonshëm janë arrestuar nga ajo pjesë e policisë së shtetit që nuk është aq e vullnetshme me krimin. Erdhën 300 punonjës policie këtu për 2 çadra, për të mbrojtur ne nga shiu dhe i ftohti. Imagjinoni sikur të shkonin te bandat. Më thoni në cilën band kanë shkuar 300 punonjës policie? Në cilin grup kriminal? Në cilën familje që ka marrë peng Shqipërinë kanë shkuar ka shumë polic? Vin këtu për 2 çadra plasmasi dhe paguhen me lekët tuaja që të dhunojnë ju, pra ne, se dhe ne jemi ju, popull, për të vrarë shpresën, për të mbjellë frikën. Kush pare dëgjuar që të arrestohen 4 djem, ndër të cilët njëri është doktor shkencash në ushtri, ka punuar 18 vjet oficer i forcave të armatosura, se proteston kundër babzis. Kush parë që të dhunohen 2 qytetarë, të cilët janë shtruar në spital, ndër të cilët njëri është i operuar te cervikalja në qafë, në shtyllë kurrizore, dhe me gjasa ka goxha pasojë nga kjo që ka ndodhur, fatkeqësisht. Pse? Sepse lufton, sepse ka lënë jetën në Itali, atje ku jeton familja dhe ka ardhur, se mendon që një ditë duhet kthehet këtu, në atë në një vend normal. A mund të bëni ju se irë ndaj kësaj? Mendoni se dështon Adriatiku?
Mendoni se po serdhët ju masivisht sot ishim, po duhet jemi shumë. Mendoni se dështoj unë. Nuk dështoj unë, dështon shoqëria. Fiton Edi Rama, fiton korrupsioni. Se shoqëria ndahet edhe më shumë më vonë. Se ne këtu jemi pa logo partije, ne këtu jemi me flamurin kombëtar, ne këtu jemi kundër babëzis vjedhjes hajdutërisë. Ne po e bëjmë luftën tonë me shumë dinjitet. E rindërtuam çadrën këtu. Do vazhdojmë këtu. Aq sa të mundemi. Por ju mendojeni mirë. A doni të jetoni në një republikë ku krimit i bëhet policia shofer, siç e pat në Rinas që shoferi i atij të krimit që u vra ishte punonjës policie. Ja më pës. Ndërkohë qytetarëve të ndërgjegjshëm, doktorëve të shkencave që po luftojnë këtu, avokatëve, mjekëve, që po luftojnë këtu, ekonomistëve, inxhinierëve që janë këtu, u sillen 300 punonjës policie se kanë vendosur një çadër plasmasi. Dhe nga kush? Nga Edi Rama. Nga Edi që bllokoi bulevardin për gjithë Tiranën me çadrën e vet dhe bllokonte rrugët e Shqipërisë me gomat që diqte. Të dalë një qytetar i Tiranës dhe të vijë dhe thotë Adriatik Lapaj më ka penguar kalimin. Më ka ndaluar të shkoj në punë se bllokoi trotuarin apo bllokoi rrugën. Një. Të dalë dhe thotë që trafiku në Tiranë e bën Adriatik Lapaj me çadrën që ka ngrit. Të dalë dhe thotë njëri që nuk shkova dot në dasëm se më pengoi Adriatik Lapaj. Të dalë dhe thotë një që nuk shkuam dot në Vaki se na pengojnë këta të rinj që po protestojnë këtu. Të dalë dhe thotë një që ambulanca nuk kalon se më penguan këta me çadrën e vet. Të dalë një të thotë çfarë kemi penguar ne këtu. Që duhet vinë 300 punonjës policie për të arrestuar njerëz të lirë, të ndershëm. Pse se i themi Edi Ramës i hajdut? Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. 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 Edi Rama o hajdut. Laj vëllezër, motra, prindër, të afërm, dashamirës, njerëz që s'na njihni. Mendojini këto që ju thash sot. Shikojni dhe ato pamje sot. Mendoni dhe televizionet që në lajme nuk i nxorën. Mendoni çdo gjë dhe vendosni. Është një vend normal ky ku mund të jetoni apo duhet ta ndryshoni? E nëse mendoni që duhet ndryshuar, mendoni që duhet ndryshuar tani apo keni kohë për të pritur? Gjykojeni. Ju përshëndes këtu nga çatra, sheshi i lirisë, sheshi i rezistencës përballë zyrës së njeriut më të korruptuar në Europë, një nga më të korruptorit në botë që drejton një qeveri banditësh. Ju përshëndes.